Mi mbrëma mi temi të YouTube-it, sot po ju tregoj 2 bandan të punuar me gret, me këta kapjen kështu, se si bën këto bandanët dhe si qepen. Unë e kam shpjeguar në kanalin e YouTube-it Luiza Dori, dhe ati do t'i gjeni. Këto janë në 2 porosi, kjo është thjesht me mbushje, ndërsa kjo tjetra është me punim relief. Edhe këtë gjithmonë e kam shpjeguar, do më bëni edhe kapuç, edhe jaka, edhe mund bëni edhe jaka kështu për golf, gjysmë golfi, për çdo lloj gjë mund t'i punoni këto modelet. Tani po bëj dhe një të zezë, por nuk duket shumë kjo. Edhe kjo e zezë është si punë e kësaj të bardhës. Unë për veten time nuk e pëlqyer asnjëherë të zezën, sepse jo që nuk e punoj dot, se si jemi edhe në moshë nuk shikoj mirë nga syt, jemi me syze, por s'më ka pëlqyer asnjëherë. Po me që ajo i kërkoi donte të zezë edhe kapuçin edhe këtë bandanin, unë ja bëra e që e kërkoj. Kështu që me që po punoja, thashë u tregoja juve edhe këto 2 bandanët që po bëj. Tani vjen dhe i ftohti, sa pa bën kapuçët, në fillim vjen këto dhe ndaj kam bërë çik të gjëra që këto të kapin edhe veshin. Janë punime, janë punë që dhe hapen, janë si puna elastikut. Janë elastike e punuar, kështu që t'i mbulon edhe veshët. Për këtë që është tani, domethënë, se s'ka filluar tamam i ftohti. Po thash hajte me gjithë po punoja, thash do t'ja tregoj edhe këtyre ndjekësve të mi, të cilë më bën gjithmonë pyetje. Por i kam vonuar dhe çik video se kam qenë me pushime. Me fëmijët vegjël jemi edhe tani, po gjej kohën një çik. Jam duke gatuar edhe po bëj dhe çik këto. Po punoj te kaput, te kjo bandana e zezë. Kam i çik dritë më shumë këtu dhe shikoj çik më mirë. Se kështu që më bie të punoj vetëm ditën me këtë fijën e zezë. Por që nuk e dua fare. Qoftë do keni por orsira për kapuçe, për bandan, vetëm ngjyrën e zezë mos ma kërkoni se nuk e punoj dot. Nuk e shikoj, jo se punoj, por nuk e shikoj. Kurse të janë këto ngjyrat e tjera, këto i shikoj edhe i bëj shpejt. Këto bandanët i kam bërë një ditë njëra, një ditë tjetrën. Duke lënë në një punë mangët, se po të bësh edhe punë nuk mund t'i bësh dot. Mjafton që njeriu do të ketë pasion për të punuar. Në qoftë se keni ndonjë pyetje, mund të më pyesni çfarë modeli ju pëlqen dhe nuk e kuptoni, edhe mund t'ja u shpjegoj. Ose si bëhen trikot, ose si fillojnë bluzat, me sa fillohen, me sa bëhen. Ose rrobat e banjës, se kam patur ndjekës që më kanë pyetur me sa fillojnë rrobat e banjës. Unë ja kam thyer përgjigjen, po për të gjitha ata që pyesin, unë i kam bërë të gjitha videot edhe të gjitha shpjegimet se si fillojnë kapuçët, si fillojnë bandanët, si fillojnë trikot, si fillojnë rrobat e banjës, si fillojnë pjesa e sipër me banjës. I kam shpjeguar që të gjitha, edhe aty i keni gjithë shpjegimet. Megjithatë unë ja u kam dhënë ndonjë përgjigje, por nëse unë nuk kthej përgjigje, më falni se nuk kam dhe kohën që të kthej përgjigje një më një. Megjithëse unë i kam bërë të gjitha video. Nëse do kërkoni në kanalin tim të YouTube-it, keni 1000 ca video, edhe janë që të gjitha videot i kam bërë që të gjitha me shpjegim. Çdo lloj modeli që kam bërë, e kam bërë me shpjegim. Ju falenderoj shumë që më ndiqni në kanalin tim. Bëni pëlqime dhe komentet. Ju falenderoj jashtëmake. Mirë dëgjofshim në videot e radhës me modele të tjera. Kam shumë modele të tjera të bukura, edhe do t'ja prezantoj dita ditës, do gjej mundësinë e kohës. Që edhe ju të mësoni, të punoni, me që është edhe dimër, kam disa modele të tjera për të bërë kapuçe dhe shalle. Miru pafshim.